Rruga Lim-Pogradec duhet kishte mbaruar në qershor të vitit 2013, por për shkak të keqeverisës Partisë Demokratike, ende sot kjo rrugë nuk ka përfunduar. E lënë në mëshirë të fatit për shkak të borxheve të akumuluara nga qeveria e mëparshme, jo vetëm që rruga nuk ka mbaruar, por muaj pas muaj ajo vazhdonte të degradonte. Sot, në këtë punë, ka filluar kjo qeveri për të rregulluar çdo rrugë me standarde të reja, me ritëm të ri. Puna ka filluar fal garancisë që kompania e ndërtimit të rrugës ka marrë nga qeveria e re se borxhi i qeverisë Saliut do të shlyhet. Sot, sfida e kryeministrit Edi Rama është që kantierët e ndërtimit të zhbllokohen të gjitha, borxhet lahen dhe të fillojë puna, jo vetëm për ndërtimin e rrugëve, por mbi të gjitha për të pasur në to cilësi sinjalistik e standarde moderne, ashtu siç e kërkon koha dhe siguria e jetës së qytetarëve shqiptar. Reagimet e sotme nga zyra e MKMS-it për të mbrojtur padrinon që i bëri rrushë kumlla paratë e shqiptarëve duke prerë shirita për rrugën që mbetën në rrugëve, janë sa qesharake, aq edhe të mjaftueshme për të kuptuar gjithmonë më shumë revoltën e 1 milion votave në 23 qershor.